vërtetin se është e pabazuar në ligj dhe në prova. Në zbatim të nenit 158.2 dhe 3 të tij vendosi rrezimin e paditësit të pambështetur në prova dhe në ligj. 2. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë dhe 3. Vendimi është i formosprerë e ndaj tij nuk lejohet ankim. Trupa gjykuese nuk u bin nga pretendimet e demokratëve se gjatë procesit zgjedhor ka patur parregullsi, është përdorur administrata shtetërore apo është manipuluar votimi nga jashtë. Si provë, përfaqësuesit e opozitës sollën raportin paraprak të OSBE-ODIR, por socialistët argumentuan se kodi zgjedhor nuk e parashikon këtë si provë dhe përsa ko nuk ka patur asnjë kontestim apo parregullsi të evidentuar, qoftë edhe në një qendër votimi në këto 4 qarqe, nuk mund të flasim për pavlefshmëri. Kolegji është hallka e fundit ku ankimohet rezultati 11 majit. Me vendimin e kësaj të mërkure, trupa e gjyqtarëve certifikoi 3 mandate për PS-n dhe 4 për PD në Lezhë, 3 mandate për PS-n dhe 1 për PD në Gjirokastër, 1 mandat për PS-n dhe 2 për PD në Kukës, dhe 3 mandate për PS-n dhe 4 për PD në Lezhë. Ndërkohë, javën e ardhshme, kolegji zgjedhor do të shqyrtojë paditë e Partisë Demokratike edhe për qarqet e Shkodrës, Dibrës, Vlorës dhe Beratit. Kur është realiteti gjyqësor i pas zgjedhjeve, shikojmë që kolegji zgjedhor vazhdon dhe të hetë poshtë pretendimet e Partisë Demokratike për sa i përket kërkesës saj për përsëritje zgjedhjes, besoj ka dhe procese të tjera ndona, apo ky është procesi që vazhdon. Për çdo qark vjen. Tani një pyetje kam. Me vërtet ku është Sali Berisha? Sali Berisha ka 4 ditë që nuk shfaqet publikisht, domethënë si Publikisht kryetari i shfaqet, nuk shfaqet aty. Po, si politikan, si kryetari i Partisë Demokratike, madje besoj edhe kjo intervista, nuk e di kur është regjistruar, por dalja e tij e fundit, të paktën live, është mesditën e së shtunës. Ama, vetëm të jetë mirë me shnet, po pastaj s'ka problem, let na gënjej për tjerën. Tani, sipas stafit të vet, është mirë, po kujdeset vet për virozën që ka kapur, sepse duke qenë se është vetë doktor, do me thënë, Po shëron vetën, po shëron vetën, dhe në fakt kam pyetur edhe pak më parë dhe mesazhi që më ka ardhur ka qenë përgatituni se po vjen me shumë energji. Këta e pash në taj podcasti që shumë energji, disa më shumë më thanë, mos e vrisni mendin që është me grip, po përgatituni se po vjen me shumë Ndruajoni energji. se po vjen furtuna, Për ne gazetarët që e pyesim. Prandaj. Megjithatë Sula, është rast i jashtëzakonshëm që doktorit tjetë për kaq ditë larg ekranave. Në radhë parë, nga pikpamja njerëzore absolutisht nuk uroj asgjë. Jo, patjetër, nuk diskutoj. Shërim shpejt. Ato e prezumojmë patjetër, nuk diskutoj. Absolutisht edhe se kam edhe tjetër. Po themi, nëse nuk është smur, ka një gjë shumë të rëndësishme që të kuptosh. Ju jeni nga larg dhe nuk e vini re. Ne që jemi aty brenda, s'na pa afër, na pa larg. E kuptojmë më shumë, po përdor një term të rëndoj nën zotit Berisha. Por ka qenë një shprehje popullore edhe që kur mungon macja, bubrojnë mit. Se ka filluar lëviz diçka aty mit? Po shikoj dje parlament. Shikoj parlament, dje. Edhe mundohen që të marrin rolin e doktorit, po nuk arrin as ke maj thonit, po i thonë në formë. Pra s'po lëvizat gjë. Që tregon që ka një diferencë madhe midis zotit Berisha që dhe ka një vakum. Ma pëlqen shumë Istokoli, vazhdon precet lëvizjen e gjën PD. Pëlqen, je optimist kanë atë. Ka një vakum aq të madh. Ka një vakum aq të madh. Nuk më besojnë mua, se më thonë mua sinqerisht ditën e hangujshëm në parlament dhe në tërësi gjatë tyre 4 ditë më shkruar një përshtypje që këto do të thotë që pa doktorin tonë nuk marrin dot frym. Janë njerëz anonim. Asgazi? Më them, tani më fal, kjo është e përgjigje. S'ka më asgjë të çfarë. Pra doktori Leon Vedës. E ka spotin e javës. Doktori i Leon Vedës pushoi 4 ditë. Sepse është i qetë. Sonë gjë të bukur, gjë të re. Askush nuk e trazon. Ti vazhdo me logjikën tonë normale, vazhdo. Po. Ti vazhdo profesorit. Ju do të bëni nga 3-4 vjet brenda PD se kuptoni një gjë. Ti flet target grupesh votuesësh më të nivelit lart, po falen për ne katunarët. Atë pra mund të jetë shpjegim pra. Ai i Leon Vedës poshtoi 4 ditë sepse di që brenda PD-s nuk lëviz asgjë.
Qa po them? Po se u po që do keti lëvizje, a klubi nga Durrësi, këto demokratët Durrësit. Vetëm se po përdor metafora mije o gjake që ti. Po themi ky ta qyte kasi partia. Ai i lejon vetes me një humbje kaq të madhe të relaksohet katërisht, sepse është i sigurt që në PD nuk lëviz asgjë. Nuk i futet as i fen në përgjëm. E kisha shpresë fundit. Ka i lëvizje apo Ka një lëvizje kështu underground, nga këto underdog, nga këto njerëz që ti nuk i konsideron fare si pjesë. Matriksi PD-s brenda. Matriksi PD-s brenda. Ka një lëvizje për të çuar një kërkesë në atë që është gjykata e brendshme e partisë, që gjykata të aplikojë në Enin Basha a priori. Dhe këtu është problemi që nuk e aplikon dot sepse nuk ka zgjedhjet, ja, verdi shtatori. Atëherë duhet vendosim nëse zonja Kalaj është akoma në detyrë apo jo. Se kemi shumë probleme, nuk dim nga ta fillojmë. Tani, aty në të parti tani, mje keq ai debati 3 vjeçar. Po më sa bukur doktor, është shumë mirë. Shiko, ndaj mend sa mirë e kemi shëndet. E kemi fotografinë, aty do intervistë. E kemi? Jo, parametrat doktorit. Shive, si plumbe ke, shive. E ke parametrat doktorit. Super formë. Edhe fizikisht, edhe mendërisht, edhe fizikisht, është shumë herë më mirë se sa tjerë të ty që ka mortetit e para. E dyta, po thoje këtë, që gjatë tyre 3 viteve, pavarësisht problemet që ka pas Partia Demokratike, pak ka pas debat, ka pas gjëra. Tani, aty janë 2 grupe. Një grup që mendon që doktori është zoti gjithçka, edhe një grup tjetër që u bashkua tani më vonë, ke parasysh historinë e jezuitëve? Që rrinin vetën natën me kamxhik që largonin mendimet e këqija. Që të forconin fenë. Edhe këtë grupi dytë që është bashkuar tash i vonë, të rrafin vetën natën gjithashtu, varet nga rafi, nga sipër, nga poshtë. Sa nga poshtë, ne e di. Që quhesh grup duhet të jesh më shumë se 5 vetë, ato nuk bëhen 5. Ja, Me qa bëjnë të, qa shpresojnë? Edhe që, dhe është shumë këtë histori, nuk ka më zy, vëdiqet e. Tani, aja lavi që thoshe e drama që ra met pas për LSI-n, tani kaloj të këne, ra met pas i shpëdëja. Për debatin. Ku shkohet nga ky moment? Ore, jo. I kam thënë apo prapë bëra pyetje kështu normale. I kam thënë 2-3 kolegëve të Andonit. Puna është që vendet pa opozit më. I kam thënë 2-3 kolegëve të Andonit përpara një viti, 2 vitesh. Edhe më pyetë që opozita është të përgatitur për të fituar zgjedhjet gjërat. Por çunë ato janë. Ju e keni mirë. Po do të mendosh me menin e flamurit me zotni, me menin e juaj. Si ti je qytetar, ke rregull, po është pura juaj. Tu, mendoni që ore zotri. Ajo është pronë atyre njerëzve aty dhe pikë, kaq mjafton. Kaq mjafton. Këtë e dim, po çan do të pas. Ku shkohet? Mjafton deri në Roq. Mjafton deri në Roq ata. Ato punë peqine nuk na shpjegoj. S'kam vazhduar akoma. Dasë do të morën. Flasim çu për peqine? Më thuaj Elbasani. Andoni bëri një material shumë të mirë një ditë më parë ku analizonte apo jo Andoni faktin që treni bullgar. Kalojmë këtu tani. Treni bullgar s'kishte. Ja vetëm një fali nga Andoni dhe pastaj. Po. Në Peqin ka një rënje prej 3.000 votash Partia Demokratike. Partia Socialiste është rritur vetëm 600 vota. Vetëm 600 vota. Partia Demokratike ka rënje 3.000. Nga 5.300, 2.300 vota. Kemi më shumë. 5.400 votat pastra, 5.400, se ke edhe votat e pavleshme. Po. Që si janë llogaritur aty. I diget më të gishtë. Ke edhe votat e LSI-s, edhe që tash janë bashkuar këtu. Gishtat e fajtorëve. Me gjithë votat e LSI-s, me gjithë votat e pavleshme, ne jemi 6.800 vota gati në 2021. Tani jemi në votat 2.330 vota. Pra ti ishe mandati 5 me këto vota. Po, kushdo ishte mandati 5. Kushdo ishte. Tani, na shpjego. Tani, fillojmë nga 2017. Ku kanë shku votat e Peqinit? Ta fillojmë tani. Ose ku i ka shku votat e Peqinit? Fillojmë nga 2017. Tani, unë nuk jam as shejtar, nuk jam as njeriu të cilët të vendos fatin e zgjedhjeve në Shqipëri, absolutisht. Por të paktën unë dhe njerëzit e mi, mbështetësit e mi, fisi im, gjithçka njerëz të zonës ime, vendosin fatin provincial të Peqinit, të Belçit, të 6 bashkive të tjerë dhe të qarkut të Elbasanit për 1 deri në 2 mandate. Po se dhe Belçi ishte grope e madhe për këtë. Tani fillojmë. 2017, 2021, 2025 do të marr vetëm Belç Peqin. Vetëm shpejt lutem, mos e. Po shpejt. Tani në 2017 Belçi shkoi 1.100 vota. Në 2021 shkoi me gjithë votat e pavleshme 5.000 vota Belçi. Biles dhe më shumë. Dhe në 2025 2600. Peqini 3.100
në 2017, në 2021 që vajton Belesh ishin këtë 5.000 sa vota, në Peqin 6.800 vota që ishin në 2021 me 1.000, edhe përfundoi pastaj prapë ikja ime në 2.300 vota. 2.300 vota. Pa ti e trajnë në Bullgar. Unë jam fajtor, unë jam. Ja, se trajnë në Bullgar, në fakt se ti nuk Unë jam fajtor, sepse unë... Po ja, shefti që pyetja serioze prapu duhet... Unë s'ka punuar për Partitë Demokratike. To vota ku shkojnë më dash? Se te PD-ja nuk shkojnë, te PS-ja nuk shkojnë. A kupton sa rëndësishme është? Refuzim pra. Rasti Peqinit? Refuzim. Diku do shkojnë ata? Refuzim. Diku do shkojnë? Refuzim pjesa më madhe. Dhe po të them që edhe PS-ja në 2025, që të garantoj me jetën time, nuk është propagandë, do ishte humbse. Ta shpjegoj. Në komunë ku jam lindë dhe jam rritur unë, në 2021 unë kam dalë 250 vota për para 300 vota. 1200 PD-ja humbja në 2021. Tani, pse të them do ditë humbse? Lista e Basanit, e PS-s, ishe listë e dobët krahasuar me listën e 2021 e PS-s. Lista e PD-s ishe shumë herë më e dobët, e 2025 krahasuar me listën e 2021. Pastaj këtu ju konkurroi doktori, solli lista edhe më dobët se lista e PS-s 2021. Argumentin, se shpesh herë këto demokratë, pësa mo, ky nuk përmen emrën, po mo do të përmen emrën, nga Suel Qela që ka mera këto, që këto i qunë bandit e i fort e përzjedhjet, që i mund tjetë i fort me të fortët e vetë, por të këzjedhjet është këshu. Për tonë ndikimi, kjo... Për të ta shpjegojme, nuk kam të frikët të Sara Mila, etj. Po, të ta shpjegojme, Po një detaj shpejt. Sara Mila ka marrë më shumë vota në Peqin se Partia Demokratike Bashkë. Po që të thëmë, për të ta shpjegojme, Lini, nuk jem njëri që i ka fshojt gjuhën unë. Ta merë mendja ty, që është Arber Bazniku më të cub, më i fort, se sa Talon Balla, mund të ketë mend më shumë, por jo më i fort të rremë. Me të fortet, me pushtetit, me gjitha. Ti më këtë bëj komende për dy njerëz që i njoh. Talon Balla kishte hallin e vetë ishte i teti në 2021. Dhe nuk la gjë gur pa lëviz, shumë i fort gjithë. Doli më i votuar dhe bërë gjithë dhe nuk la ka... Qa kemi heq në 2021, qa ka heq kurris në 2021.